Ajo është një nga njerëzit më të besuar të kryeministit Rama dhe ka mbajtur postet më të rëndësishme në qeveri, po flasim për ministren Belinda Balluku. Kur bëhet fjalë për jetën private të figurave të njohura, sigurisht interesi është akoma më i madh. Belinda është shprehur publikisht se është krenare për gjyshin e saj, Beqir Balluku, dhe se sistemi komunist veproi padrejtësisht ndaj tij. Dramën e dashurisë të ndodhur në familjen Balluku e ka treguar gazetari dhe ish-deputeti Mitro Çela. Është nga ato histori të rozë të lëm pa fjalë. Ai tha: "Unë banoja në pallatin 55 në Tiranë, pak më lart, në katin e 4, banonte Ledia, një nga femrat më të bukura të qytetit. Ishte viti 1973, kur Ledia u fejua papritmas me djalin e ministrit të mbrojtjes Beqir Balluku, një fejes që ngjalli kurreshti të madhe, sepse ndodhi jashtë bllokut, larg syve të publikut dhe intrigave politike. Shkak u bën 2 gra të zakonshme, mamaja e Ledias dhe gruaja e Beqir Ballukut, të cilat punonin së bashku në ndërmarrjen artistike me gjeni dhe ishin shoqe të ngushta. Nga kjo miqësi lindi dhe ideja e fejesës. Një pasdite, një banor i pallatit rrëfem një pamje të paharrueshme. Rruga përpara pallatit u mbush me kaleca dhe dukeshin sikur ishin të mbirë nga toka. Më pas, tek hyrja u ndalua një Mercedes i zi. Nga dera zbriti një burr me kapele republike dhe me një shall në qafë. Ishte vetë Beqir Balluku, i cili kishte ardhur për të kërkuar dorën e Ledias. Por fati kishte plane të tjera. Pak kohë më vonë, Beqir Balluku u arrestua dhe u gjykua. Pas kësaj, Ledia u nda menjëherë nga djali i Beqirit dhe vijoi rrugën e saj. Më vonë u martua me portierin e klubit Dinamo, duke nisur një kapitull tjetër në jetën e saj. Kjo sigurisht ka lënë të lënduar edhe babain e Belinda Ballukut, i cili duket se nuk ka patur një jetë lehtë në atë sistem, sepse pas vendimit që mori Enver Hoxha për babain e tij, jeta për familjen Balluku ndryshoi plotësisht.